Radio. Albania Radio. Mirëmbrëma miq të Top Albania Radios, jemi në Vitality Vibe, si çdo të shtunë një emision I cili kushtohet shëndetit, nga ana tjetër e xhamit DJ Kedos dhe Alisi, të cilët mundsojnë këtë emision duke regjistruar dhe që ju mund ta ndiqni edhe në kanalin YouTube në titullin Vitality Vibes, por po ashtu pa harruar dhe faqen zyrtare të Top Albania Radios, e cila gjithashtu ju shërben duke ndjekur artikujt të cilët dalin çdo të shtunë ose të diel pas emisionit. Pra çdo informacion mbi shëndetin mund ta ndiqni aty në topalbaniaradio.com. Me mua sot në studio Doktor Panajot Papa, kirurg plastik. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Doktor, sot do të fokusohemi pak në kujdesin e kokës. Okej. Në fakt, flokëve, shëndetin e flokëve, transplantet, këto mbjelljet, pra të gjitha këto teknika të cilat vazhdimisht janë në evolim për sa I përket mbushjes së kokës dhe heqjes së tullacllëkut. Por unë përpara se të dalim tek këto detajet, doja të dija pse na bien flokët, më doktor. Ka stresi. Nga stresi. Atëre, mund të ekzistojnë problematika të ndryshme, flokët bien jo vetëm te meshkujt, por edhe te femrat. Lidhen me arsye hormonale, nëse marrim anën e femrave, lidhen me problematika të tiroides, mund të lidhen me problematika që çrregullimet të tiroides lidhen automatikisht në themërrjen e flokëve. Njëkohësisht kemi dhe problematika të cilat një keq furnizim në të qimes të flokut, domethënë me një infeksion I cila mund të infektoj zonën ku lind floku dhe aty shkaktohet një tip plagë, një cikatrice, dhe normalisht shkakton një fibrotik dhe floku në vetvete bie, dhe kjo quhet alopecia me qacë të mëdha ose qacë të vogla, mund të ndodhet te meshkujt e femrat. Kjo është pjesa më mjekësore. Sigurisht stresi mund të jetë një nga faktorët, mund të themi, dhe pastaj ekzistojnë faktorët gjenetike që në mjeksi kur nuk dim arsyen për shumë shpeshherë, sigurisht e lidhim edhe me një familiaritet. Ky familiaritet neve ngjajmë te prindrit tanë domethënë shpeshherë, dhe pastaj aty ekzistojnë kategori të ndryshme të rënies të flokut. Sigurisht mjekësia ka avancuar, kemi aktualisht këtu dhe shumë vite kemi dy ilaçe, mund të themi, të cilat normalisht mund të jepen te pacienti pasi ka bërë disa analiza specifike. Po nga ana tjetër, një nga gjërat që kërkohet shpeshherë me thënë mund të jetë transplanti I flokut, edhe kanë ekzistuar të themi fillimisht dy teknika, një teknik fillimisht me prerje nga zona mbrapa të flokëve dhe pastaj një teknik tjetër që avancon çik më shpesh. Po mungesa e vitaminave a influencon në rënien e flokëve? Sigurisht influencon. Neve kemi një nga vitaminat të cilat para se të arrijmë gjithmonë në anën mjekësore, kjo analiza që po diskutoja është biotina. Biotina është vitamina më e rëndësishme për sa I përket ndihmën që jep te floku jon, dhe do ishte shumë e rëndësishme që pacienti që nuk ka probleme të tjera shëndetësore, të cilat demonstrojnë sigurisht nga një vizitë mjekësore ose edhe nga një dermatoskopi, që është një analizë e flokut për të parë pjesën e qimes, që mund të vijë disa karakteristika, mund të marrim vitaminën bazë të biotinës, dhe sigurisht terapia duhet të jetë domethënë relativisht nga 1 deri në 3 muaj. Sigurisht pastaj 1 muaj stopi për të dhënë mundësi të organizmit që të ta sqaruar për gjithë dëgjuesit. Biotina është vitamina B, domethënë është një nga grupet e vitaminës, me thënë tonë që shkruan pikërisht biotina. Okay. Dhe kjo është vënë re, është demonstruar me thënë ana mjekësore që na ndihmon në zonën e flokut. Neve mund ta marrim nga goja, sigurisht mund ta marrim në një formë lokale shpeshherë, e cila mund të vendoset me ato teknika të cilat quhen mezoterapi mbas të biotinës dhe ushqejnë në mënyrë lokale zonën e flokut. Po këto vitaminat e tjera A, B, C, D, E, ato lidhen më shumë flitet që ndihmojnë për këto folikujt e flokëve, për këto rrënjat apo. Të themi për aneset dytësore, domethënë që mund të jetë floku, sigurisht ato ndihmojnë, po parsore mund të jetë biotina. A-ja, B-ja dhe këto ndihmojnë sigurisht në problematika të tjera, por lidhen me organe të tjera kryesisht. Biotina është nga më të rëndësishmet. Sigurisht kur ti merr një suplement, e gjen dhe biotinën brenda, që të kuptojmë, automatikisht me thënë në shumicën e rasteve suplementet në bazë të vitaminave ti do gjesh biotinën. Pra nuk është se e merr
më vete biotinën, duhet të themi. Tani themi ndonjëherë për shkakun që kur shikojmë ndonjë individ apo pacient që i ka rënë flokët, themi, ama se gjatë që nga daja ky me këto rënien e flokëve, pra ngjan daja se edhe daja kështu i ka pas flokët ose ngjan nga i kushuri. Patjetër nuk e di, genetika besoj ka të bëj. Po nga ngjajmë në meshkujt kur na bien flokët, ngjajmë nga daja apo nga mami ose nga babi do të normalisht me thën trashëgimia është e para, ne mund ngjajmë nga daja na unë gjajmë dhe na babi në shumicën e rasteve, por po se themi që ngjajmë daja se siç duket. Akoma nuk e kemi gjetur atë pjesën gjenetike që ne mund të arrijmë kuptojmë problemin. Nëse kjo do gjehet, automatikisht kemi zgjedhur një nga problemet më të mëdha. Mbjellja e flokëve sot dhe në këtë ditë është një nga trajtimet ose një nga operacionet, se është në vetvete operacion, më të kërkuara duhet të themi. Dhe po të arrim të gjejmë dajën ose xhaxhajin e duhur, me thënë i vizitën problemin. Po në fakt. Dgjoj, sa fije floku humbim ne? Do të thënë, sa është sasia e flokëve që humbim gjatë një dite apo gjatë një periudhe? Se kur është ky ndrimi i kohës, do të thënë shikojmë që lajmë edhe shikojmë ca tufa që na bien, besoj edhe meshkujt dhe femrat të dy, do të thënë meshkujt të dy, me thënë meshkujt dhe femrat, por normalisht ne nuk duhet të harrojmë që neve kemi në zonën e flokëve tona të monitoruar, pastaj dikush më shumë, dikush më pak, rreth 160.000 bulbe. Do të thënë një bulbi i flokut, normalisht një rënjë e cila mund të ketë nga 1 deri në 4 flok. Pra shpesh herë njerëzit alarmohen se shikojnë sasi të mëdha flokësh në moment që lahen, por në vetvete ajo gjë nuk është kaq alarmuese të themi, sepse kemi sasi të konsiderueshme. Kur ne duhet të alarmohemi në momentin që shikojmë në një zonë të flokëve një mungesë në formë të themi sferike, domethënë, ose ajo quhet kjac. Dhe aty duhet të alarmohemi dhe sigurisht vemi të bëjmë një dermatoskopi për të kuptuar pse ka ndodhur kjo gjë. Shpesh herë ekzistojnë dhe patologji të ndryshme, domethënë të kësaj zonës këtu, ose infeksione që mund të jenë marrë në moshë të vogël dhe normalisht dhe fëmia mund të shfaqë një rënje të flokëve, sepse mund të ketë marrë një infeksion, me thënë të bajamet, që sigurisht mund të japi dhe këto efekte akoma dhe në mosha më të vogla. Po ato që ne shikojmë ndonjëherë për shkak që dikush ka një pull thjesht të bardhë në një zonë të caktuar, një alopeci, një alopeci, ajo quhet alopeci, domethënë, dhe aty ka disa klasifikime, se mund të jenë një alopeci e madhe ose mund të jenë alopeci të vogla në zona të ndryshme të flokut. Sigurisht dhe një herë aty bëhet një dermatoskopi specifike për të parë nëse ka një vaskularizim ose një zona e bardhë aty ka krijuar një plag, mund të themi, dhe normalisht bëhet një terapi mjekësore në bazë shpeshherë të kortizonikut për të ndihmuar pacientin ose pacienten. Rigenerimimin e asaj zonës, me thënë, për ta stimuluar, sepse po të cilin fluks gjaku, trupi në vetvete është një gjë spektakolare dhe ndihmon shumë. Mirë doktor, DJ Kedos thotë që duhet kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Për gjithë ju që keni ardhur në këtë moment e jeni duke ndjekur Vitality Vibes në valët Top Albania Radios, një emision kushtuar shëndetit. Me mua në studio doktor Panajot Papa, mjek kirurg plastik, i cili po na flet për shëndetin e flokëve, skalpit dhe rënien e flokëve, po ashtu dhe sikurse na duhet që dhe t'i shtojmë flokët kur na bien doktor. Sigurisht, duhet t'i shtojmë dhe duhet t'i respektojmë, domethënë, sepse është një pjesë karakteristike. Përpara se të dalim tek shtimi i flokëve, pra folëm që flokët na bien për arsye të ndryshme, genetika është një faktor i rëndësishëm, po edhe stresi siç ju përmendët. Por si mundemi ne që t'i mbrojmë flokët që mos na bien? Pra, a mund të përdorim shampo? A mund të përdorim, le të themi, substanca të cilat unë shpesh shikoj, jo po përdorim këtë serumin, jo po këtë kremin, jo po këtë shampon, të gjitha këto do të thënë që ne si t'i ruajmë këto fije floku që mos na bien. Sigurisht duhet të themi, do të thënë, që një produkt i mirë për flokun, i cili mund të ndahet në pjesën më estetike, të themi, dhe në pjesën më mjekësore. Ekzistojnë shampo të cilat kanë përbërje mjekësore shpeshherë dhe mund të kenë pak në brendësinë e tyre pak kortizonik, i cili është një antiinflamator. Në rastin që ne mund kemi një inflamacion të flokut, to shampot neve na ndihmojnë për të hequr inflamacionin dhe në vetvete floku të duket më i shëndetshëm. Nga ana tjetër ekzistojnë produkte të themi më estetike, të cilat mund të kenë një përbërje të tillë me serume, e ndihmojnë gjithashtu flokun, mund të themi, por gjithmonë duhet bëhet një diagnozë. Domethënë neve shpeshherë kërkojmë të bëjmë një diagnozë të flokëve ose të alarmohemi duke vajtur marr blejmë produktin në moment që shikojmë në banjë që na ran disa flokë.
Sigurisht kjo është gjë një proces normal, mos ta harrojmë një gjë shumë të rëndësishme, që floku jon ka një cikël, të themi 6 mujosh. Pra, floku rritet, lind në 6 muajt e para dhe pastaj pas 6 muaj bie dhe riprodhohet një flok, një qime e re. Pra është një cikël në vetvete që do ndodhi dhe nëse neve humbasim disa flok të themi në gjatë dushit, nuk është domosdoshmërisht që neve kemi një problem. Dhe duhet vemi të marrim një terapi mjekësore në farmaci para se të arrim se te kirurgu plastik apo dermatologu, sepse në vetvete këto flok mund të jenë flok të cilët kanë bërë ciklin e tyre dhe në vetvete, me thënë, do lindi flok të reja. Mos harrojmë që në çdo moment gjithë trupi jon është në një evolucione, në momentin që ecim, kocka jon prodhon osteoblastët, të cilët prodhojnë kockë, njëkohësisht osteoklastët që han kockën, dhe ekziston ky proces, domethënë, në një harmoni shumë të bukur, e njëjta gjë ndodhet te flokët dhe në zona të tjera, akoma dhe lëkura jon, është mirë që ta ushqejmë, domethënë, her pas here. Po këto substancat e tjera, gjeli, këto laku që përdorin për shembull për të stiluar flokët, e dëmtojnë flokun? Në sasi jo të madhe nuk e dëmtojnë. Në momentin që neve arrim vendosim sasi ose një produkt që mund të jetë shumë ekstrem, domethënë neve arrim të bllokojmë pjesën e bulbit të flokut, atëherë bllokojmë dhe vaskularizimin dhe aty deri diku në momentin që ai produkt neve flëm bashkë me atë produkt, ai produkt në vetvete e bën më, të themi, problematik zonën e bulbit edhe e tërheq ose gjatë natës për shembull, nëse neve nuk e shplajmë atë produkt, mund të krijojmë problematika. Pra, duhet ta respektojmë flokun në vetvete që dhe ai të na respektojë. Po dekolorimi për shembull, shikojmë to vajzat që i bëjnë flokët platin, që përdorin kimikate më të forta që ndonjëherë edhe shoqërohen, nuk kanë parë dhe me kështu djegje lëkure apo skuqe zona të ajo mund të jetë një problem, domethënë, dhe aty normalisht dekolorimi ose problematika të cilat irritojnë zonën sipërfaqësore ku prodhohet bulbi mund të krijojnë probleme serioze, të themi. Kemi pacientë të cilët mund të kenë kanë kryer këto lloj probleme ose dekolorime dhe janë shkaktuar alergji të ndryshme. Pra, duhet të kemi kujdes dhe sigurisht duhet të përdorim produkte të duhur ose ambienti ku neve i nënshtrojmë këtë lloj trajtimeve të ketë produkte të duhur dhe sigurisht të pyetet pacienti para se të ndodhi diçka. Ka ndodhur para rreth një jave, 2 javësh, domethënë që një paciente u alarmua dhe u shkaktua një tip alergjie në fakti që përdor produkti dhe u alarmua për faktin që në atë zonat e flokëve pikërisht ndodhi një humbje të flokëve në format qatse dhe kjo ndodhi duke folur me pacientën për arsye se nuk u përdorën produktet e duhura te ky pacient. Pra me kujdes, sigurisht kemi specialistë mirë për flokën, po me kujdes gjithmonë. Për të gjithë ata që na dëgjojnë, kur ndalon rënja e flokëve, pra le të themi në çfarë moshe ne nuk na bien më flokët. Se tani shikojmë dhe ata që janë 70 vjeç që kanë kokën plot, për shembull, po duket sikur si kanë rënë një herë flokët. Shiko, normalisht pas mosës 25 vjeçare trupi jon ka nevojë për elemente ndryshëm, vitamina, duke filluar nga lëkura, duke filluar nga floku, të gjitha ka nevojë, me thënë, të ushqejmë zonën. Nëse do ta kemi në anën gjenetike që themi, ekzistojnë 6 kategori të ndryshme, floku mund të vazhdojë dhe të bjerë. Biles neve shikojmë njerëz që akoma do flasim më vonë për kur bëjnë transplantin e flokëve dhe kanë bërë transplantin në zonën A që quhet zona përpara e flokëve dhe shpeshherë pas 1, 2, 3 ose 5 vitesh rënja vazhdon. Dhe normalisht në moment që vazhdon ti shikon që pacienti ka se ti pishull i zonën e para që janë vendosur flokë të reja, të themi, që janë marrë nga mbrapa, dhe në vazhdim të zona B për shembull ka një mungesë. Edhe sigurisht ai pacient aty i cili bëri një lloj operacioni duhet të vite të kthehet prapë të vazhdojë të bëjë një operacion të dytë dhe një operacion të tretë sepse i duket si ishull. Dhe pra le të themi flokët nuk është se ndalojnë në një sërën. Jo, pyetet pacienti në momentin që ashtu vazhdojnë, pyetet. Edhe në moshë më të madhe. Dhe në moshë më të madhe mund të kemi një rënje, sigurisht zona karakteristike është zona përpara që klasifikohet në zonën A, të themi, dhe zona C është zona nga mbrapa që është ajo pjesa Tani hym pak në detaje më të thella dhe më specifike për sa i përket mirëmbajtjes së flokëve dhe patjetër një trend i cili është gjithmonë në rritje të bërit të transplantit të flokëve. Por para se dalim te transplanti, ka shumë qendra dermoestetike apo qendra të kirurgjisë plastike të cilat ekspozojnë teknika të mirëmbajtjes së flokëve në formën e mezoterapisë. Apo të injeksioneve të tjera që
mund të jenë edhe forma vitaminoze. Do të thënë kur fillon njëra, kur mbaron tjetra, PRP-ja çfarë është, pra pse përdoren të gjitha këto koktejlet në forma të ndryshme të mirëmbajtjes të flokëve dhe realisht a funksionojnë të gjitha këto apo duhet kalosh nga një fazë pastaj të shkosh në një detaj tjetër apo në një procedurë tjetër, do si funksionon? Në momentin që neve kemi një rënje të theksuar dhe u bë ajo që thuhet trikograma, do me thënë analiza e bulbit, i bie që merren disa qime, vendosen në një ambient të bardhë dhe fotografohen, aty shikohet ajo që quhet miniaturizacioni i flokut i bulbit. Dhe aty klasifikohet nga një mjek ekspert çfarë ka ndodhur te kjo qime, nëse është e fuqishme apo jo. Dhe në ky moment aty fillon grada e parë. Grada e parë sigurisht është që pyetet pacientin nëse ka bërë një terapi me vitamina, qoftë nga goja, qoftë në mënyrë lokale, po flas lokale në mënyrë mezoterapie, injekcion shumë sipërfaqësor. Mezoterapia do thotë injektimi i vitaminave. Në mesoderma, siç ndodh në fytyrë, ne mund ta bëjmë edhe në pjesën e flokëve. Dhe vitaminat këtu duhet të kenë biotinën, themi prap, sepse në një farë mënyrë e japin në mënyrë natyrale direkt e flokut. Tani, përveç biotinës, në vetvete kjo çpimi që neve shkaktojmë në atë moment si mjek, është fakti që neve dëmtojmë lëkurën dhe në një farë mënyrë i themi trupit ton, shiko, unë të kam dëmtuar në atë moment. I bie që trupi reagon për të mbyllur plagën dhe sjell fluks gjaku më të madh. Duke sjellë në vetvete gjak më të madh, sjell edhe faktor ushqyes për të bulbin në vetvete. Pra në këtë lloj mënyre neve arrim dhe stimulojmë trupin për të mbyllur plagën, po duke sjellë gjak. E njëjta gjë ndodhet te PRP-ja. PRP-ja është e kanë shpikur kirurg plastik, neve arrim mbyllim plag me PRP-n, me xhelin e plastrinit mund të themi. Ç'është PRP-ja? PRP-ja është marrja e gjakut. Pjesa vendoset në një pajisje që centrifugohet gjaku, merret pjesa themi më aktive dhe ne mund ta injektojmë qoftë në fytyrë nëse duam të bëjmë një rigjenerim, qoftë në zonën e flokëve, qoftë edhe kur duam të mbyllim plaga, është shumë e mirë. Në këtë lloj rasti te flokët, në momentin që neve shpesh nuk dim kush është arsyeja pse ka rënë floku, mund ta injektojmë PRP-n, por kthehemi te ky muhabeti që është në vetvete trupi që kërkon të mbylli problemin duke sjell një fluks gjaku më të madh. Dhe kjo është faza e parë. Pra ju jeni me PRP ose me mezoterapinë le themi si katalizator apo si nxitës për të arritur mos të arrijmë thënë këto në një fazë të themi më mjekësore, sepse ekzistojnë pasaj dy ilaçe që kanë ekzistuar këtu dhe 40-50 vjet, që është finasteride, njëri nga ato, domethënë që janë ilaçe më mjekësore dhe një ilaç tjetër që vendoset në format shkume, mund të themi, dhe këto janë ilaçe të cilat ndihmojnë pasaj, ka lindur si rastësi para shumë vite, sepse ishin ilaçe që përdoreshin për problematika kardiake, dhe prap janë ilaçe, me thënë që përdoren për problematika kardiake, po vure që japin një rritje në zonën e flokut dhe jo vetëm. Në moment që vendoset ose pacienti vendos këtë lloj shkume në zonën e flokëve, mundet të shfaqë një rritje edhe në zona të tjera të trupit. Pra në momentin që ilaçi kalon në qarkullimin e gjakut, ne shikojmë rritje edhe në zona të tjera të trupit. Krahët, këmbët dhe zonat me thënë tonë të tjera gjenetike. Mirë doktor, DJ Kedo sot që duhet kalojmë në publicitet sërish, do rikthehemi pas pak. Jemi sërish bashkë miq në këtë pjesë të tretë të emisionit në Vitality Vibes, duke folur për shëndetin e flokëve dhe për mirëmbajtjen e tyre, por pa harruar të ftuarin tim special doktor Panajot Papën, i cili është mjek kirurg plastik dhe që po më shoqëron këtë të shtunë mbi detaje për shëndetin e flokëve dhe mirëmbajtjen e lëkurës së skalpit. Doktor, kemi ardhur tek ajo pjesa mbjelljes. Kur duhet të mbillen flokët? Në momentin që është stabilizuar ajo rënja, duhet të themi, ne mund të bëjmë ato dy teknikat që kanë ekzistuar dhe ekzistojnë, e cila është më përpara ka ekzistuar ajo prerja në mbrapa, po aty duke një çikatriçe dhe neve merrim flokët tek pjesa pas. Po, kjo është një teknikë më e vjetër, quhet foot dhe pastaj u shpik një teknikë më e re, quhet FUE, follicular unit excision, është një akt kirurgjikal ku ti me një bisturi specifik arrin të marrësh një nga një pjesën e qimes themi që mund të ketë nga 1 deri në 4 flokë, pastaj seleksionon, ato mund të rinë shumë pak të themi në një ambient pa ujë injektuar në zonën ku duhet të injektojmë, mund të rinë deri 4 orë të themi. Pra pacienti i hiqet në zona mbrapa që është zona e fundit dhe është një zona më rezistente,
dhe injektohet pastaj në zonën, nëse po flasim për zonën e flokëve, injektohet në zonën përpara, ku kërkojnë të shpërndahen. Shumë e rëndësishme teknika e injeksionit pastaj, teknika e vendosjes, sepse duhet bëhet, themi, brenda këtyre 3-4 orëve, mënyra si vendos, sepse duhet ndiqet linja dhe harku që ka floku jo natyral, nuk mundi vendosësh domethënë të drejta, duhet gjithmonë t'i arkosh gradualisht, sepse neve në vetvete floku jon ka një ark dhe duhet të jetë ekspert ai që e bën, sepse nëse e vendos më në thellësi ose më në sipërfaqe bulbin e ri, automatikisht mund të duket një pjesë më lart, një pjesë më poshtë. Pra të gjitha këto janë faktorë që duhet marrë parasysh. Dhe elementi tjetër është që kur pacienti mund të ketë disa flokë në zonën ku injektohen këto të rejat, është vënë re që flokët ekzistues, që të cilat nuk preken, shpeshherë kanë një problematik dhe fillojnë bien pasi vendosen flokët e reja, sepse gjaku në vete në zonën ku injektua floku dhe mbijeton floku i ri, por mund të dëmtohet floku ekzistues, të themi. Pra për atë seleksionimi shumë i rëndësishëm dhe pyetet pacienti nëse ka ndaluar rënja. Kjo është teknika, të themi, dhe është një teknikë kirurgjikale, e them prap sepse janë mikrobisturi dhe shpeshherë këto duhet bëhen nga një kirurg plastik ose nga një dermatolog, të cilat është një punë e lodhshme, sepse normalisht duhet për 4 orë duhet të heqësh pjesën e flokut dhe për 4 orë të tjera, mesatarisht po marr 4 orë, ti duhet i vendosësh flokët e reja dhe sigurisht për sa ti mund ta marrësh në shpejtësia, ti mund të arrish të marrësh rreth 5000 bulbe maksimumi themi në këtë katër. 5000 rënj. Edhe normalisht po që një bulb ka 4 të flokë. Na 1 deri në 4 dhe asistenti i ndan aty të themi, ato që janë me 1, ato që janë me 2, me 3 dhe me 4 dhe pastaj kërkon ti seleksionosh ku do jetë densiteti themi më i madh. Kjo për sa i përket flokëve, sigurisht neve nuk bëjmë të them vetëm transplantin e flokëve, aplikojmë dhe mjekrën, vetullat apo problematika të tjera. Që sikur mbjell ke një bim në fakt. Po, unë jam kurioz të di, kjo pjesa e flokëve që ju merrni nga pas rigjenerohet sërish? Jo, këtë duhet thënë te pacienti, sepse shumë pacientë që duan të vendosin flok, ndonjëherë e nënvlerësojnë këtë gjë. Floku që merret nga mbrapa është një flok që nuk lind më. Në zonën që u mor ai floku aty, shkaktohet një proces cikatrice dhe nuk kemi një rënjë tjetër pra që mbin aty. Ajo rënja iku dhe vendoset në zonën e re që neve transplantuan, themi. Dhe nëse neve pacienti nuk është pacienti më adapt aty dhe nuk ka një sasi të madhe që në thonjza të kamuflohet nga flokët e tjera, automatikisht do i duket, pavarësisht që janë marrë një hije e bardhë nga mbrapa dhe nuk është ana estetike që fitojnë në një gjë të madhe. Kjo është shumë e rëndësishme. Një gjë tjetër që ne shikojmë në vende të cilat përveç Shqipëria, ne mund të themi që bëjnë transplante, po shpeshherë duhet edhe një herë e përsëris të vesh një përparse, është gjë e thjeshtë, po ajo përparsja ka vite shkolle nga mbrapa dhe shumë e rëndësishme që ai që do të bëjë transplantin, e them të gjithë kërkoni t'ua bëjnë mjek, nuk ka specialist të flokut, ka mjek të cilët duhet ta bëjnë këtë gjë dhe insistoj të kjo gjë, nuk mund ta bëjë një infermier, nuk mund ta bëjë një person që nuk flet gjuhën shqime me pacientin. Është shumë e rëndësishme edhe kjo element. Elementi tjetër është që shpeshherë ne shikojmë ata pacientë të cilët vendosin një fashë, të themi, në zonën e flokëve, ku shpeshherë ne shikojmë ata që kanë bërë transplantë e flokëve dhe ka një rrip këtu tek balli, kuptoj, kjo fashë kështu që vendosin. Që shohim neve edhe në aeroport, në rrugë, domethënë dalin 2-3 veta që duken që kanë bërë flokët. Në momentin që ti injektove një anestezi për të bërë pjesën e transplantit. Janë italian, thotë DJ Kedes. Por pse kemi kaq shumë italianë që vinë bëjnë transplantë apo? Problemi është që pse kemi kaq shumë veta që bëjnë transplantë, ne nuk kemi kaq shumë. Okej. Pastaj nga ku trajtojnë italianësh pak diskutohet. Gjithsesi, ajo fasha aty shpeshherë vendoset për të ulur atë ëndjen, po ne shikojmë shpeshherë njerëz të cilët nuk e heqin atë fashën dhe i fryhet si kërpull pjesa e flokëve, më thënë. Edhe duket realistik kur janë një kërpull, domethënë nondi, kjo është e gabuar, sepse fasha nuk duhet të funksionojë për arsye publiciteti, duhet mbahet pak kohë, por edema ose ëndja që ka pacienti në vetvete duhet shkarkohet në zonën poshtë dhe eliminohet gradualisht. Domethënë ajo fasho që ne vendosim shërben për të mbajtur edemën që krijohet, ëndjen edem minimale, por sigurisht nuk duhet të mbahet shumë sepse edema në vetvete nëse ti mban fashon,
i bie që mbetet në zonën Duket lart. koka si kërpull. Po, si kërpull dhe kjo dëmton në vetvete dhe flokun. Pra nuk është një mënyrë teknike, themi, publicitare shpeshherë, sepse po të shikosh shumica e njerëzve kanë emrin e ambient ku e kanë. Kanë markë. Kush e ka operuar? Kanë markën. O doktor, dëgjoj. Po kur thot ndonjëri për shembull që i mbolla këto flokët nuk më zun, tani po e mbjell prap. Po. Tani ju i morët një pjesë flokëve këtej që s'dalin më. Po. Tani ku ja merr ti këto flokët që ti mbjelli prapë, se ti ja hoqe këto? Këto shpeshherë, këto raste i shikojmë në pacientë të cilët është bërë një seleksionim i keq ose është dëmtuar, të themi. Po mund t'i rimbjelli prapë. Domethënë mund t'i rimbjelli, ose herën e tretë. Problemi lind kur neve do rimbjellim flokët ose do vendosim një dhe në zonën e mjekrës, duhet të gjejmë zonën anatomike që i ngjan asaj rënjes. Pra nuk mund ta marrim na krau, sepse krau ka 100 me të hollë, të themi. E vetmja zonë që ngjan në mënyrën, themi, anatomike është toraksi, i bie që gjoksi, ne mund marrim zonën qimena gjoksi, sjetulla është zonë tjetër dhe pjesa e gjenitaleve, pjesa intime që mund të marrim qime edhe në atë zonë. Pra, ndonjëherë kur problemi është i madh, detyrohemi dhe shpeshherë kjo ndodh kur është bërë në një vend të gabuar, detyrohemi që të mbyllim problemin shpeshherë duke marrë në zona anatomike të ndryshme. Që do thotë ti merr qime nga gjoksi dhe vendos te koka, apo nga sjetulla dhe vendos te koka, ose ku aty ku përshtat. Ose aty ku përshtat ose te mjekra për shkakun dhe normalisht problemi është që kur të puth, të themi, bashortja, normalisht ka një problem tjetër, mund të themi, më të popull gjoksit. Pra me puth gjoksi se ka marrë flokët i ka vendosur. Po të ishte gjoksi dhe sjetulla është mirë me të kur është nga gjenitalet është pak problemi i madh, themi. Po, a përshtaten? Po, se qimja ngjan, po të vemi të marrim parasysh, qimja është, të themi, e njëjta dhe po flas më shumë përshtatet me zonën e mjekrës. Kurse vetullat për shembull duhet merren në zonën e krahut, sepse në vetvete krahut e kanë qimen më të hollë dhe vetullat mund të merren në zona e krahave. Por realisht shikojmë problematika në më të ndryshme, të cilat pacient janë nështruar qoftë mbjelljes të vetullave, qoftë për shembull janë marrë te vetullat qime që nuk i përshtaten në zona të tjera anatomike për të krijuar vetullat. Dhe ti shikon që qimja e vetullës që normalisht është e hollë, ka karakteristika të tjera, te ata pacient del një qime trash që është marrë nuk e din as vetullat. është reale dhe pacienti vjen dhe thotë aman miq, po nuk kiqet më ajo sepse ajo është injektuar aty dhe në shumicën e rasteve pacienti i nështrohet një trajtimi lazer që nuk mbaron aty se duhet bësh 10 seanca tjera. Pra zgjedhja e gabuar të vazhdon dhe pacienti kthehet dhe bën lazer për të hequr ato qime që mbyllen në mënyrë gabuar. Pra atë e rëndësishme, po e themi në mënyrë pak për të qeshur, po është realitet. Është realitet. Zgjidhni vendin e duhur dhe kërkoni të merrni informacione dur që mos të gjendeni në fytyrë me qime në zona të tjera që nuk i përshtaten. Kur puthim afër ballit të vetulla, po puthe sjetull në të njëjtën kohë. Mund të marrim ose kraun. Mund të marrim këtë zonë, me thënë edhe një herë, po mund të jetë zona tjera anatomike. Mirë doktor, ikim në publicitet deri këthe pas pak. Mirë miq, erdhëm në këtë pjesë të fundit të emisionit me mua në studio doktor Panajot Papa, kirurg plastik, teksa po flasim për transplantin apo mbjelljen e flokëve dhe doktori pak më parë më iluminoi ose më informoi që kemi zona të caktuara për mbjelljen e flokëve. Pra, jo gjithmonë transplanti i flokëve bëhet vetëm duke marrë nga koka dhe duke i vënë në pjesën e munguar, por mund të merren edhe pjesë të tjera, siç u thatë toraksi, pra gjoksi që i merr dhe i vendos tek mjekra, apo krahu që i vendos tek vetulla, apo zona genitale që i vendos diku tjetër, dhe që deri diku janë zona të cilat ngjajnë. Po ju thatë që patjetër kur ju puth dikush në faqe e kupton që dhe mund të puthi nga krahërori. Mirë doktor, ndonjë eksperiencë personale për shembull që diku këto qimet kanë dalë për shembull në ndonjë zonë të pacaktuar apo në një kuriozitet që ju mund na shuani për shembull për sa i përket këtyre kam asur në Shqipëri një vajzë e cila ishte një 16 vjeçe dhe kur ishte qenë e vogël i kishin hequr një të themi një nishan
nuk di arsyen, nuk pash histologjikun në zonën e mjekrës dhe vajzës për t'i mbyllur të themi atë zonën anatomike i kishin marrë një ines quhet, një pjesë e lëkurës në zona e pulpave. Problemi ndodhi, duket si barzalet, po është realitet. Problemi ndodhi që vajza na pulpat, nuk është zona ideale, sepse fytyra duhet merret në zonë specifike, në zonë që lëkura është marrë. Po lëkura në vetvete shoqërohet me pjesën edhe të qimeve, sepse në moment që është marrë kur ishte fëmijë vajza, automatikisht lëkura nuk kishte qime në atë moment. U mbyll problemi, të themi në fytyrën e fëmijës, dhe me rritjen e vajzës dhe me rritjen e aktivizimit të pjesës hormonale, qimet që u aktivizuan në zonën e trupit, i bie edhe në zonën e këmbës, vajzës problematika i ndodhi në fytyrë, sepse në zonën që ishte vendosur ajo që ishte inest, në atë zonë anatomike, filluan dhe i rriteshin qime, që nuk duhet i kishte. I rriteshin qime në fytyrë. Po, i rriteshin qime në fytyrë, domethënë problematika kishte ndodhur, sigurisht është operuar në mjek, por këtu duhet thënë që duhet kujdesin dhe mjekët shpeshherë mbase vite më përpara, domethënë nuk ka pasur këtë eksperiencë, ose mund të ishte edhe problematikë më madhore për të mbyllur plagën në fytyrën e vajzës, por vajza erdhi në moshën 16 vjeçare për zgjidhur problemin dhe ishte një problem themi serioz, sepse ose duhet të hiqej me kirurgji prapa ajo zona aty dhe të vendosej një lëkurë tjetër, sepse jepte problem, ose duhet të bëj një trajtim lazeri, po prap lëkura nuk ngjante në lëkurën e fytyrës. Po e themi këtë gjë sepse çdo zonë anatomike ne kërkojmë kirurg plastik në këmbët e koka për të mbyllur problemin dhe për të dhënë për të zgjidhur një problematikë shëndetësore. Sigurisht shpeshherë mbjellja e flokëve ose problematika të tilla nuk janë kaq shëndetësore, por në momentin që njeriu do të duket dhe të ngjajë sa më mirë, mund të bëjë dhe transplantin ose gjëra të tjera. Sa i përket kësaj gjëje, vajza pati këtë problem edhe sigurisht kërkuam ta zgjidhim me lazer në atë moment që ishte gjë më e shpejtë për të dhënë një dinjitet të themi në atë moment një vajzë 16 vjeçare, sepse sigurisht nuk duhet të krijojmë problematika bulizmi në shkollë të një fëmijë që në fundit kishte një problem shëndetësor në moshë të vogël. Duke thënë këtë gjë, kirurgjia plastike është një nga specializimet më të vjetra në botë për sa i përket mbylljes të problemeve apo mbylljes të problemeve shëndetësore, sepse merret nga tumori i gjirit, merret me mbjelljen e flokëve, merret me problematika dhe të tjera më serioze, me tumoret e lëkurës. Nuk duhet të harrojmë që në Shqipëri kemi qenë të ekspozuar shumë vite në diell dhe tumoret e lëkurës janë tumoret e para të cilat ndodhin në mosha të mëdha dhe nuk duhet i nënvlerësojmë ato puçrat e vogla që thot pacienti mu krijuar një puçër u mbyll prap, po mu rikrijua prap. Nuk janë puçra, mund të jenë masa tumorale të vogla që mund të hiqen me një kirurg plastik dhe të zgjidhin problemin dhe janë të parat, janë tumoret e para që kemi në Republikën e Shqipërisë shpeshherë të nënvlerësuara, por zgjidhen me anë të një mjeku ekspert dhe sigurisht ne kemi koleg të kualitetit të lartë, qoftë shqiptar, qoftë dhe të huaj, rëndësi ka që të flasin gjuhën shqipe, sepse shikojmë dhe problematika që operon njerëz dhe nuk është kuptuar mjeku me pacientin. Në çdo vend të botës ku unë ushtroj, më kërkohet gjuha e vendit aty, që duhet të flasë dhe të kemë komunikim. Kjo është një nga tematikat, por kemi dhe këto... Patjetër se ju, më falë që ndërpres, ju jeni mjek i cili operoni dhe në Angli, edhe në Suedi, kështu që dhe në Itali, dhe në Zvicër, pra, domethënë patjetër që bëj të kundërtën e mjekëve që vinë në Republikën e Shqipërisë, unë ikin në Shqipëria jashtë. Po, patjetër që ju sillni shembuj më konkrete dhe se si funksionon mjekësia estetike në vendet europiane, kështu që është goxha informacion për ato që ju përcjellni për gjithë dëgjuesit. Rëndësi ka mos kemi qime të sjellullës në fytyrën tonë. Doktor, pyetja e fundit. Ka ndonjëherë kur këto flokët që mbyllen marrin për kohë, domethënë shikoj një herë, kështu që diku deli si një formë shkurre, ca të tjera ring kështu si më poshtë. Jo, ka ndodhur që marrin për kohë ose ndonjëherë shikojmë që ekziston një zonë anatomike, balli jon ka matet me centimetra dhe linja e flokëve duhet të jetë e tillë domethënë që mos të zbresi shumë poshtë dhe shikojmë pacientë të cilët kanë mbyllur flokët dhe për fat të keq është mbjellur në një zonë anatomike shumë herë më të ulët, i zvoglohet zona e ballit dhe kthehen prapë te doktori për të hequr me lazer. Pra është operacion serioz, duhet të merret dhe mos të dalin flokët djathtas majtas domethënë të ndjekin një linjë që nuk është normale.
Flokët kanë atë linjën e tyre, kanë bukurinë e tyre, kanë anatominë e tyre dhe sigurisht ne duhet i respektojmë si çdo zonë të trupit tonë që duhet ta respektojmë dhe para se të arrijmë gjithmonë te transplanti, të kemi informacionin që respektojeni flokun, përdorni produktin e duhur dhe bëni analizat normale nëse ka ndonjë problematikë më shëndetësore para se të arrijmë te operacioni. Operacioni është i fundit dhe mund të bëhet në çdo momenti. Doktor, një këshill të fundit përpara se ta mbyllim. Respektoni trupin tuaj, merrni informacion, bëni analizat e duhur. Duke bërë analizën e duhur, ne duhet të kujdesim për veten tonë, jo vetëm për anën estetike, po edhe për gjithë gjërat e tjera dhe sigurisht para se të arrijmë në çdo lloj operacioni kirurgjie plastike, qoftë edhe flokët, ekzistojnë mënyra të tjera të cilat ne mund të plakemi në mënyrë të bukur, me ushqim të shëndetshëm dhe pastaj mund të vinë dhe gjithë gjërat e tjera me një krem të mirë për fytyrën tonë për ta mbrojtur para se të arrijmë të bëjmë gjëra ekstreme. Mirë miq, për gjithë ju që ishit në valët e Top Albania Radios, ndoqët Vitality Vibes me mua Ilvin për t'ju rikujtuar takimin ton të ardhshëm ditën e shtunë në orën 19 deri 20. Shihoni ditën me diell nesër dhe mos harroni shëndeti gjithmonë i pari. Doktor, faleminderit DJ Kedos, faleminderit Alice dhe Silvia. Dhe ju rikujtoj edhe një herë takimin e ardhshëm ditën e shtunë. Faleminderit shumë për ftesën.